Besimtarët ortodoks në Korçë kanë festuar Shën Ristozin në kishën qindravjeçare në Mborje. Simbolika e kësaj feste është ngritja e Jezu Krishtit në qiell, pasi qëndroi me dishepujt e tij 40 ditë pas ringjalljes, ndërkohë që besimtarët ditën e sotme përgatitin vezët e ngjyrosura të kësaj dite për gjithë pjesëtarët e familjes në ngjyrën e kuqe të vezëve e derdhin në një nga pemët e kishës shumë shekullore. Besimtarët tregojnë të veçanta tek kësaj feste. Kjo është dita që fluturon Krishti. Domethënë 40 ditë ri Krishti në tokë dhe ditën e 40 fluturon në qiell. Kjo është ringjallja e Krishtit. Neve sot bëjmë vezët e kuqe, domethënë që e mbyllim ciklin e 40 ditësit, sjellim këtu vezët, sjellim bojën e kuqe, gatuajmë diçka të mirë në shtëpi, normale se edhe një ëmbëlsirë. Ditën e Ristozit neve zjejmë vezën e kuqe, sipas personave që jemi, derdhim bojën e kuqe në kishën e Ristozit, edhe si tradite kemi bëjmë lakros se sot mbyllet. E nisim të njëjtën e madhe dhe e mbyllim sot. Gëzuar kjo ditë e sotme, Krishti u ngjit në qiell, gëzuar për shumë vjet. Gëzuar ditë e shenjtë. Pjesë e kësaj feste nuk janë bërë vetëm besimtarët ortodoks, por e të besimeve të tjera të Bashkisë së Korçës dhe jo vetëm.